Më lini të kuptoj qartësisht atë çfarë po thoni, sepse në thelb po thoni që nuk e dini nëse Putini do paqe apo luftë. Jo, që Putini do luftë është e qartë çdo ditë. Atëherë në këtë rast, si mund të bëjmë diplomaci pa e detyruar që të angazhohet në rrugë diplomatike? Diplomacia është diçka që bëhet për ditë, edhe një herë, duke marrë shembullin e Izraelit dhe Hamasit. They killed each other in shapes and forms that Kanë vrarë njëri tjetrin në forma e mënyra që ishin ekstreme, por flasin për ditë. Pra, kishin kanalet dhe negocionin çdo ditë. in my view, Në këndvështrimin tim, the President of the United States derisa presidenti i Shteteve të Bashkuar opened hyri the path dhe for talks. çeli shtegun për bisedime, Now I am not a historian and unë nuk I jam assume my historian ignorance, but dhe I e believe marrë të that mirë this qenë is the pa dijen first time, por besoj ever big conflict që është konflikti with no back i channel, parë with i no madh pa discussion, with no asnjë nothing. kanal të And when we pasëm, think pa about asnjë how diskutim much dhe nuclear pa asgjë. Dhe kur mendon is se involved in se this sa conflict, shumë fuqi bërtamore not janë përfshirë talking, në but këtë just konflikt që nuk fighting. flasin, por luftojnë, it looks like a war of extermination. duket si një Maybe luftë just- shfarosëse. Because whatever it happens, Sepse çfarë do të I don't ndodh, think that unë Russia nuk will- mendoj will go away from që where it is. Rusia It is- do të it was ikë there, nga it aty is ku there, it është. will be Ka there, qenë aty, as është all aty, the do other të jetë aty, countries. ashtu siç edhe gjithë vendet e tjera. And Putin will This is not also be the there case of forever. Yeah, Dhe but Putini nuk do të jetë aty gjithmonë. does Ukraine Por can remain, pyetja është, a and mund stay an independent të country qëndroj Ukraina at the si same një time? vend i Listen, pavarur në të when it njëjtën comes kohë? to Ukraine, Dëgjoni, and I kur vjen just fjala want to për Ukrainën clarify, dhe më duhet ta because I sqaroj know sepse that sometimes e di it's që very delicate to ndonjëherë është mjaft in, delikate in the Western environment. të flasësh në mjedisin perëndimor pa u etiketuar, po më duhet të sqaroj që I represent a country, unë Albania, përfaqësoj një vend, that has no Shqipërinë, relation with Russia. që nuk ka asnjë marrëdhënie me Or Rusinë, let's say, apo has le të the themi, lowest level of ka relations with Russia in Europe. shkallën më të ulët të raportit me Rusinë në Europë dhe përfaqësoj të vetmin vend në këtë Where no kontinent Russian leader ku asnjë udhëheqës rus 60. nuk ka from ardhur where no qysh prej leader viteve 1960. to go E prej nga ku asnjë nga So this udhëheqësit is the nuk ka level of luftuar drejt relations. So Rusisë. Ky është we niveli i had marrëdhënieve. them during Pra, i patëm during the gjatë communist time, we had them Komunizmit, in the worst form i patëm në formën më të keqe, sepse vazhduam të qëndronim staliniste dhe kur ata e braktisën Stalinin, nuk na merr malli për ta, kur në këta 35 vjet nuk kemi pasur jo vetëm vizita të nivelit të lartë nga Rusia, por as para ruse, nuk na pëlqejnë. Pra, ky jam unë dhe këtë përfaqësoj, por për t'ju kthyer diskutimit, unë besoj që Europa po humbet atë që është kryesorja. Atëherë çfarë po ndodh? Çfarë do të thotë që të mos kesh asnjë reflektim? Pasi është bërë një luftë që nuk ka asnjë komunikim, dhe jo vetëm komunikim, po edhe pa takuar ose duke si thua u kthyer ndaj dikujt që u sulmua sepse pati një pikpamje të ndryshme dhe po flas për Orbanin dhe patëm një qëndrim të ndryshëm në Washington. Fjalë dhe u përmend fjala armpushim, një fjalë që kur Viktor Orban e përmendi, u shpërfill, u përçmua si të ishte një fjalë e pisët. Ndërkohë, kjo fjalë u zbulua në diplomacinë europiane në këto rrethe dhe gjithkush filloi të fliste për armpushim, po pa gjejeni ishte shumë vonë. E si të mos çojë kjo në reflektim? Europa duhet të ketë autonominë e saj së paku. Unë besoj pavarësinë e vet, por së paku autonominë e saj, politikën e saj të jashtme, planin e saj të paqes
fight the fights. Dhe I'm not saying të bëj cease the luftën. fight. I'm not Unë nuk saying, po them rresht luftën. leave to Unë Putin nuk po whatever he them has t'i taken japim and whatever he Putinit wants. gjithçka No, ka I'm marrë not gjithçka saying do. any of that. Jo, nuk po Fight them the asgjë të fights. tillë. Po them Prepare for peace. bëje luftën, And do you por think Albania përgatitu për should play paqe. this role of- Mendonin No, që listen, Shqipëria I'm duhet the luajë tallest rol? among all- Jo, dëgjoj. all Unë jam of më i them, gjati mes të including your gjithëve, president. But përfshi dhe presidentin tuaj. Just to I clarify, represent Por a country that përfaqësoj një vend too small që është shumë i is vogël to play any për të role luajtur çfarë do lloj of roli. the kind that can change the trajectory Plas of anything. të llojit So që I'm të very mund të aware. ndryshoj trajektoren You invited e me, ndonjë I gjëje. tell Jam you shumë i what I vetëdijshëm think. për këtë. Ju But, mëftuat dhe po ju them çfarë otherwise, mendoj, por I should not be even here. tjetërsoj nuk duhet as të isha If këtu. we Në qoftë consider se the do size të of the merrnim në country. So konsiderat these are two madhësinë e different vendit. things. Pra këto janë dy As gjëra të European, ndryshme. representing Si a small europian, country, që përfaqësoj një whatever vend the size të of the vogël, country is, pavarësisht I believe madhësisë së that tij, unë besoj I have to stand for my own se opinion më and duhet I have to stand for my own country. të dalë për zot Then, mendimeve it's të my mia dhe opinion vendit right tim. or wrong, Pastaj, nëse it ky doesn't mendim im matter, është i because duhur if apo i my opinion gabuar, is nuk wrong, ka rëndësi, sepse në not qoftë se harm mendimi im është i comes, gabuar, but if the opinion nuk vjen of the asnjë guys dëm. that are Por në not qoftë as se tall as me, mendimet but e that have atyre behind të tjerëve që big nuk janë countries kaq të gjatë sa are unë, not por right, kanë pas tyre vende then, mjaft të mëdha, the nuk problem is janë të duhura, atëherë do you know- problemi është i madh. Do you still... understand? E Yeah, I kupton? understand very well. Po, e kuptoj shumë mirë. But do you, also to clarify, I'm from Po, Italy, so... për ta the president is sqaruar, not unë exactly jam the one nga you're referring, but Italia, You kështu are- që no, presidenti im nuk listen, është saktësisht ai të you cilit are ju from Italy, referuat. well. Dëgjoni, jeni nga You Italia, are from a big Albania. jeni nga një in Shqipëri many e ways. madhe në shumë mënyra. Giorgia Meloni will Italians- Giorgia Meloni do të ishte Albanians absolutisht dressed by dakord. Pra, italianët janë shqiptar veshur And me it's Versace. true that you have, Është e vërtet që you have a president, keni a great woman, as Trump would say, a një beautiful woman. kryeministre, një grua të shkëlqyer, siç Trumpi do të thoshte, një grua të mrekullueshme not dhe jam tall, but dakord që nuk trust është e me, gjatë, por when më besoni She takes the floor. që kur she's merr taller. fjalën është më e gjatë se unë. Just for you to know. Sa për ta ditur. Because in your eyes I see Sepse a lot of left. në syt e tu shoh shumë të majt. Unë jam vetë socialist, edhe pse nuk jam fort i sigurt se çfarë nën kupton ditët e sotme. Për shembull, te socialistët franceze, po të them që jam socialist në Francë, nuk dua që njerëzit të mendojnë se kam vdekur. A mendoni që anëtarësimi i Bashkimit Evropian është i vlefshëm për Shqipërinë, sepse duket sikur po i referoheni një forme shumë ndryshe të BE-s, një forme më të urbanizuar. Jo, mos na ço këtu, nuk është e vërtet. E shihni si funksionon? Sa tmerrsisht keq funksionon, sepse unë thash diçka për dikë. Lidhur me një opinion për një temë dhe më quajtët urbanist. Ai është miku im si të gjithë ata që janë miqtë mi, sepse